Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtën dhe të shtrenjtë vëllezër dhe motra besimtar. Allahu i madhëruar na ka begatuar me përzgjedhjen e disa ditëve dhe netëve, nëpërmjet të cilave na dëshmon dashninë e tij, mëshirën, faljen dhe bujarinë e pakufishme, nëpërmjet të cilave na fton për t'u afruar dhe për t'u nalësuar ditë pas dite drejt dashnisë së Allahut Azza wa Jall, për të përfituar besimtari nga këto mundësi të mëdha që Zoti i Gjithësisë i jep nëpërmjet përzgjedhjes së këtyre ditëve ku adhurimi, namazi, vepra e mirë, sadakaja, agjërimi e shumë adhurime të tjera kanë një shpërblim shumë më të madh se sa në ditët e tjera. Dhe ja ku po mbërrin edhe hana e re e muajit Dhul-Hijjah, muaji i haxhilerëve, në të cilin haxhilerë nga marbota, përveç se në muajin që kaloi, tashma vërshojnë drejt Qabes së Mallnueshme për të kryer adhurimin e madh të haxhit, për të plotësuar në këtë mënyrë një prej 5 shtylljave të fesë islame, kryerjen e haxhit. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson se nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë të ketë peshë dhe të jetë më e dashur tek Allahu më shumë se sa në këtë ditë. Pra mendoni për pak se si Allahu i madhëruar betohet në Kur'anin famullar duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr. Pasha agimin dhe pasha 10 netët. Mendoni, Zoti i Gjithësisë betohet për agimin, el fajr. Dhe sa mirësi të madhe ka koha e agimit, sa mirësi të madhe ka që besimtari, muslimani me e nis ditën me agim. Se sa mirësi të madhe ka që njeriu me e nis ditën herët, siç edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam porosit të thotë se i është dhënë begatia, bereqeti, ummetit tim herët në mëngjes. Pastaj betohet për 10 netët. Po cilët janë këto 10 net? Cilat 10 net? Mufesirët kanë thënë 10 netët e ditëve të Dhul-Hijjes, nga 1 deri me 10 Dhul-Hijje, që është edhe dita e Kurban Bayramit. Një periudhë e begat, e jashtëzakonshme, e mbushur me mirësi dhe me frymëra mëshironjëse që përhapen gjithandej në univers, për të mbërrit tek besimtarët që presin me zemër të hapun mëshirën dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall në jetën e tyre. Një mirësi shumë e madhe për cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon të thotë se nuk ka ditë në të cilat vepra të jetë më e mirë, pra më e dashur dhe më madhështore, pra më me peshë tek Allahu i madhruar se sa në këto ditë, pra në këto 10 ditë të Dhul-Hijjes. Prandaj na kanë nxit që në këto 10 ditë të shtojmë thanjen la ilaha illallah, thanjen elhamdulillah dhe Allahu Ekber. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Ekber, elhamdulillah. Sa të kemi mundësi, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka porosit një gjatë të tillë. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxit dhe e ka praktikuar vetë që të agjëroj këto ditë të bekuara. Pra nga 1 Dhul-Hijje deri me 9 e ditën e Kurban Bayramit nuk agjeron dhe nuk agjërohet sepse është ditë feste, mirë po bahet kurbani. E ndërkohë në këtë atmosferë të begat, miliona haxhilerë nga marbota janë në vendet e shenjta duke dëshmuar një ndër shfaqjet më madhështore të adhurimit të një Zoti të vetëm, i cili adhurohet nga çdo cep i globit, duke thirrur çdo njeri me zemër të pastër se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, la ilaha illallah. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë në mënyrë specifike për momentin kur haxhilerët mblidhen në fushën e Arafatit, që nuk është pa shejtani më i poshtnum, e më i vogël, e më i dobët se sa në ditën e Arafatit. Njerëzit që thrasin la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Ekber, e Allahu Azza wa Jall që zbret me mëshirën, me faljen, me bujarinë e tij dhe i drejtohet melekëve duke thënë çfarë kërkojnë këta robët e mi. Allahu Azza wa Jall e din më së miri që do të thotë se Zoti i Gjithësisë don t'i fal haxhilerët, e Zoti i Gjithësisë për hatrin e haxhilerëve na fal, na mëshiron edhe ne kudo që të jemi nëpër botë, sepse këto janë ditë dhe net të bekuara nëpërmjet të cilave Zoti i Gjithësisë don të na afrojë me dashninë e tij, e don të na hap dyert e dritës së faljes së mëshirës së tij. Prandaj le të shfrytëzojmë çdo moment nga kjo periudhë e begat, fillimisht me agjërimin e këtyre ditëve, është një vepër mustahab, shumë mustahab, pra shumë e dashur, e në mënyrë të veçantë
agjërimi i ditës së Arafatit, që është dita më e gëzueshme, dita më madhështore, më me peshë e jetës, dita më e mirë dhe më e madhe e vitit. Nëse nata e Kadrit është më e mira natë e vitit, dita e Arafatit është më e mira ditë e vitit. Prandaj, ne që jemi këtu, larg vendeve të shenjta, pra nuk jemi në haxh, le të agjërojmë këtë ditë, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka premtuar dhe ka thënë se agjërimi i kësaj dite i shlyen gjunahet e 2 viteve, vitit të kaluar dhe këtij vit ku jemi. Prandaj të dashur dhe shtrenjt, le ta shfrytëzojmë këtë kohë me dhikr, me lexim Kur'ani, me vepra të mira, me sadaka, dhe të kujtojmë diçka, se në këtë periudhë të begat janë mundësu besimtarit të dëshmoj në një periudhë të shkurtër kohore krejtësyllat e islamit të tij. Allahu Ekber, shahadetin, pra nëpërmjet dhikrit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pastaj zakati, sadakaja, duke dhënë lëmosh, duke ndihmu, duke bë kurban, duke u afruar me Allahun Azza wa Jall nëpërmjet bamirësisë. Agjërimi, duke i kalu këtë ditë në agjërim e ma e pakta, me agjëru ditën e Arafatit, e haxhi për ata që kanë mundësi, pra dëshmohet krejt madhështia e fesë islame, e shtyllave të islamit në këto ditë të begata dhe në këto net të shenjta. Prandaj të dashur të shtrenjt, ashtu sikurse kemi nxit gjatë ditëve të agjërimit të Ramazanit, që të jemi të përkushtuar ndaj Zotit të gjithësisë, me vepra, me sjellje, me tobe, pra me pendim të sinqert gjithë secili në veten e tij, e pastaj në shoqëri, ashtu edhe në këto ditë të bekuara, le të drejtohemi nga Zoti i gjithësisë. Do të kuptojmë diçka shumë të madhe. Në Islam ka përherë shpresë. Në Islam ka përherë një mundësi të re. Një mundësi e re për të ringrit. Një mundësi e re për të rregulluar nga fillimi marrëdhënien mbi të gjitha me Zotin e gjithësisë. Për të rregulluar marrëdhëniet me njëri tjetrin, për të penduar, për të shtuar dhikrin, për të përmirësuar cilësinë e jetës, për të dëshmuar Allahut Azza wa Jall më të mirë nga vetja e jon, për të dëshmuar muslimani si njeri ndërtues i vlerave të besimit me të cilat mëkohet nëpërmjet frymëzimit kuranor, nëpërmjet frymëzimit nga hadithe të shumta të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që e duan muslimanin në krye të njerëzimit, duke punu për të mirën e tij, për të mirën e tokës, për të mirën e jetës, i mbushur me dashninë e Allahut, i ngarkuar me përgjithësitë e besimit në Zotin një, e duke thirrur gjithandej se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe se kjo fe, e kjo dritë, e kjo madhështi është mirësia më e madhe me të cilën ne jemi begatuar dhe jemi ftuar për ta përqafuar me zemër e për ta përhap tek të tjerët, për ta jetuar të gjithë së bashku. Tamam si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma, o Allah, unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç teje dhe se robët e tu, pra krejt krijesat, janë vëllezër. Allahu ju dasht dhe na mundësoft të gjithëve për ta mbërrit këtë periudhë të begat, për të shiu adhurimin në të e për të përmirësuar me të gjitha marrëdhënien tonë me Zotin e gjithësisë. Qofshin mbrojtjen e Allahut dhe paqja e bekime.